Në territorin e bashkisë Roskovec, para 2 ditësh ndodhi një tragjedi familjare, ku krye familjare vrau bashorën, pastaj vrau dhe vetë. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Kuman, po njësi administrative Kuman, të bashkisë Roskovecit. Pas ngjarjes së rëndë që ndodhi, ka ndërhyrë policia dhe të 2 tropat e të ndjerëve janë shoqëruar për morgun e spitalit në zbatim të ligjit. Dje është organizuar ceremonia e varrimit për të ndjerën, ku familjarët të shkuan e trohoqën trupin nga morgu i spitalit dhe bën ceremoninë e varrimit. Zonja Ndjesket është varros në fshatin e Vendidis, fshatin Allambres, ndërsa të ndjerin është detyruar që bashkia të kryejë varrimin për arsye se pas shumë negociatave që bëri policia me të familjarë për ta tërhequr trupin dhe për të organizuar ceremoninë e varrimit, nuk u gjet gjuha. Ne jemi njoftuar nga policia që duhet të veprojë bashkia komunale, bashkia, për të kryer varrimin. Jemi detyruar të bëjmë organizimin dhe kemi shkuar me shoqëritë të licencuar për transportin nga morgu për në Varreza. Është kryer varrimi nga ndërmarrja përkatës, pa prezencën e asnjë nga familjarët. Rreth çfarë ore është tërhequr trupi? Trupi është tërhequr rreth orës 2:30. Ceremonia e varrimit ka shkuar deri nga ora 3 ca. Pusho tyre.